Sulmet nga Izraeli dhe Irani vazhdojnë ndërsa konflikti midis dy vendeve intensifikohet. Kjo vjen pasi Izraeli sulmoi Iranin herë të premten, duke goditur objekte bërthamore, vende ushtarake dhe zona të populluara. Irani është përgjigjur me dronë dhe raketa balistike. Shpërthime mund të dëgjohen në qiellin e natës mbi Jeruzalem dhe Tel Aviv, ndërsa kupola e hekurt punon për të kapur raketat që vinë. Sirenat kanë rënë dhe njerëzve u është thënë të strehohen. Televizioni shtetëror i Iranit thotë se vendi ka sulmuar Tel Avivin, Haifën dhe qytete të tjera me 10 raketa dhe dronë iranian. Gjithashtu raportohet se raketat kanë të kaluar shtresat e sistemit mbrojtjes izraelit. Policia izraelite thotë se shërbimet e emergjencës kanë marrë raportime për një armë që ka goditur një nga vendbandimet në qytetin portual bregdetar verior të Haifës. Në këtë fazë nuk janë marrë raportime për viktima, por ka pasur dëme materiale, thonë zyrtarët. Pamjet dhe imazhet nga Haifa tregojnë kolona të dendura tymi që ngrihen në qiellin e natës mbi qytet. Ne i kërkojmë publikut të qëndrojë larg vendeve të rrëzimit dhe të bindet udhëzimeve të policisë në terren, shtoi policia e Izraelit.